Vëllezërit Florian Dukaj dhe Shkëlqim Dukaj, ky i fundit ish oficer policie, akuzohen nga prokuroria për vrasje me paramendim, mbajtje pa leje të armëve të zjarrit dhe mbajtje të armëve të ftohta. Nga hetimet ka rezultuar se ata kanë menduar dhe hartuar planin e detajuar e më pas kanë ekzekutuar biznesmenin Eduard Reçi, i cili në të kaluarën kishte qenë edhe pjesë e shërbimit informativ shtetëror. Reçi kishte ndërtuar ndër vite 2 pallate dhe një vilë në Tiranë dhe i kishte dhënë me qira njësitë e banimit dhe ato tregtare. Mes tij dhe vëllezërve Dukaj ka patur mosmarrëveshje të vazhdueshme për një sipërfaqe toke që sipas prokurorisë ishte pushtuar nga lokali i tyre. Në dosjen e prokurorisë thuhet se Shkëlqim e Florian Dukaj kishin ndërtuar lokalin pa leje në një pjesë toke në pronësi të Reçit dhe se debatet për këtë çështje kishin vijuar prej vitesh. Një konflikt që kishte kulmuar dhe me ndërhyrjen e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit për të shembur lokalin e dy vëllezërve, ndërsa 10 ditë para vrasjes ata kanë komunikuar me SMS me viktimën për takimin e radhës lidhur me konfliktin. Vëllezërit kanë studiuar kohën, vendin dhe mënyrën e ekzekutimit, kanë kryer qitje në poligon, kanë siguruar armë dhe dylbi për veprimet gjatë natës dhe kanë hedhur fishek zjarre në oborin e lokalit të viktimës për ta nxjerrë atë në prit. Nga hetimi rezulton se tentativa e parë për vrasje është kryer më datën 8 nëntor të vitit të kaluar, por pa sukses për gabim shënjestre, ndërsa vrasja u realizua 5 ditë më vonë, më datë 13 nëntor.